Përshkrimi i një rrugtimi është një luftë e brendshme, që rrallë përjetohet veç se në procesin e shkrimit të një libri. Arben Malaj i është dorëzuar shkrimit të kujtimeve të tij për të prezantuar një libër ku rrëthehet gjithçka nga jeta e tij, veçanërisht edhe nga karriera politike. Aty janë sukseset, dështimet, është jeta e tij, por mbi të gjitha është edhe historia e Shqipërisë së tranzicionit. Libri titullohet Rrugtimi, kur mbyllet një derë, një port hapet. Profesor Arben Malaj, faleminderit që jeni në një grup shkrimtarash. Faleminderit shumë ju për këtë komunikim me shikuesit tuaj. Besoj ju janë hapur shumë dyert, ashtu si kundër edhe ju janë mbyllur. Si ka qenë ky rrugtim i juaj jetësor dhe politik? E para rrugtimi jetësor, unë jam rritur në një familje me 9 fëmijë në Llakatun të Vlorës, që kanë ndjerë figura tjera, si Aurela Gaçe. Dhe duke qenë se para vitit 90 studentët ta nuk e besojnë akoma, mundësia për shkuar në universitet ishte shumë e kufizuar. Mund të merrja 1, maksimumi 2, dhe unë isha i treti nga familja, pasi prindit investuan shumë të mira sëmimi jonë, që duhet të meritoja të shkoja në universitet. Rregullat ishin strikte, kështu që u detyruar të punoja 6 vjet në bujqësi në Llakatun, dhe njëkohësisht të bëja shkollën e mesme natën, shkollën ekonomike të Halim Xherua, që ka qenë një nga kujtimet më të bukura, se ishte dhe mosha, aq më tepër që vije nga fshati dhe duhet të bashkëjetohej me qytetarët. Dhe ambicet e mia pastaj vazhduan për Fakultetin Ekonomik të Tiranës, 82-86, dhe duke u klasifikuar në grupin e studentëve më të mirë, edhe para vitit 90, sepse gjithë regjimet kanë një interes për burimet njerëzore, pastaj i përdorin për mirë apo keq varet nga natyra e regjimit politik, dhe në atë kohë kishte një vendim të byrosë politike që 5% që më i mirë studentëve duhet të rinte në staf akademik, për ta freskuar stafin akademik, punonte në institucione shkencore, ose në institucionet veçanta siç ishte sistemi bankar. Ju e humbët këtë mundësi për të kthyer sërish në fshatin tuaj të lindjes. Në fakt keni kryer stazhin në ndërmarrjen e nxjerrjes së naftës në vllajin të Vlorës, mandej keni punuar ekonomist në kooperativën e Sevasterit për të përfunduar 6 vjet në Bankën Kombëtare të Pra, unë u emërova, mendimin edhe të profesorët mi që i falenderoj, u emërua në Bankën Kombëtare Tregtare Bega Vlorë. Ishte realisht një përjashtim, sepse ironia ishte që shoqet e mia të shkollës, që ne shkonim shumë mirë, në Vlorë ishin emëruar në ndërmarrjen e naftës ose në disa zona që ishin larg Vlorës, ndërsa unë isha emëruar në qendër Vlorës te sheshi Flamurit. Ai vjetri, jo ky i riu, se ky s'kuptohet. Dhe ndonjëherë ndodhte që shoferi i autobusit ishte babai i një prej shoqëve të mia dhe nuk më merrte në autobus. Thoshte ti vi nga Llakatuni Vlorë dhe vajza ime të shkoj të punoj në Gorish në naftë, se çfarë faj kisha unë nuk e dija. Por aty pash edhe diçka që më shërbeu në karrierën time politike, pasi duke qenë dhe virgjëresh, jam shumë i fokusuar te detajet, dhe sapo u emërova aty, drejtori i bankës, që ishte një burr shumë i mirë, ish partizan, por me shumë integritet, më thirrin zyrë, hapi dosin dhe thotë: Arben, partia ka vendosur që ti t'jesh kuadër rezervë, pasi se ke baban përjashtuar nga partia, ka qenë partia. Në 1956 ama. Po, babai ka qenë partizan deri në vitin 1945, deri dhe në luftën në Kosovë, me brigadën e sulmuese, dhe është kthyer në Shqipëri në 45-ën. Pas asaj ka qenë ushtarak dhe ne kemi jetuar në Vlorë, pasi babai ka qenë ushtarak për një kohë të gjatë në Sazan. Në spastrimin e madh politik që u bë në 56-ën, baban e përjashtuar nga partia, faqe e psova dhe unë në 2019 nga i gjyq politik. Do të flasim. Profesor, ju thoni që botimi i këtij libri ju ka qartësuar 2 dilema. E para, duhet ta shkruaj një libër sa më parë, dhe e dyta, a duhet të strukemi, të presim sa më gjatë dhe vetëm pasi të jemi duke i harruar ata që janë pjesë e një rrugtimi ton t'i përfshijmë në librat tanë? Mësimin e parë kam marrë nga një aktivitet i Fondacionit Friedrich Ebert në Gjermani, ku mblodhëm disa përfaqësues të partive të mëdha të Ballkanit Perëndimor. Ishte një takim shumë i mirë, por në cep të takimit rinin 2 djemë të rinj. Kohën që po fliste lideri i Partisë Social-Demokrate Serbe, njëri nga ata i bëri një pyetje dhe i tha: në filan gazetë, në filan datë, që ishte 20 vjet përpara, ju keni thënë kështu. Dhe ai thotë: si ka mundësi që ju i dini? Ai tha: po unë kam kaq vite që kam jetuar në Serbi për të studiuar vetëm socialdemokracinë e Serbisë. Kështu që në këtë këndvështrim ne duhet t'i lëmë gjërat të shkruara, sepse historianët, ndryshe nga lexuesit mund të kenë një interes
qoftë edhe spontan, qoftë edhe dashamirës, ndërsa studiuesit janë skrupulozë. Dhe ky rast më shërbeu për të gjetur zgjidhje midis dilemës së dy pyetjeve që ju shtruat. Pra duhet të shkruajmë dhe duhet t'i lëmë. Sepse nga ana tjetër, koha, distanca, zbe kujtimet, zbe ngjarjet, zbe figurat, edhe gati edhe i rishikon ato. Sigurisht që figurat rishikohen kur ke një periudhë më të gjatë kohe dhe njëkohësisht këndvështrimi ka edhe kontekstin historik. Pra njëti person në kontekste historike të ndryshme mund të ketë, si thua, kontribute ose mos kontribute. Genç Ruli, si ministër i financave i Partisë Demokratike, nuk e pranoi shkarkimin tuaj si drejtor i Bankës Kombëtare në vitin 1992, atëherë kur Partia Demokratike sapo erdhi në pushtet. E vërtetë është që unë jam bërë drejtori i bankës. Ishte qenë një nga pedagogët tuaj dhe ju një nga studentët e shkëlqyer. Unë jam bërë drejtori i bankës në shkurt 92 dhe në mars 92 fitoj për D-ja. Lufta që bënte për D-ja për ditë në strukturat e saj që ishin aq agresive në atë fillim tranzicioni ku dhe vllai me vllahën dhe motra me vllahën grindeshin njëri në njëri krah, tjetri në një krah, pra nuk ecën sipas trashëgimisë familjare, por josheshin nga rilindja një force politike dhe me të drejtë Shqipëria ndryshoi pas viteve 90. Historia me Rulin ka qenë pak e veçantë, sepse në një moment që po shpjegonte në Dras, unë kisha bërë shkollën e mesme ekonomike natën, dhe kur i me njohurit bazike si gjimnazi, kur shkon në universitet i zgjeron, po nuk i krijon nga para. Në një moment që bëri një sqarim të shkurtër të një tabele në Dras, unë ndërhyra edhe si vllonjat. Dhe i thash profesor, ajo mund të bëhet edhe ndryshe. Dhe ky ishte momenti që ai më fiksoi, edhe pse më thanë korridor që shiko tani nëse ma bëm prapë unë të ngel. I thash profesor, unë kam bërë ekonomikun e mesëm natën, nuk po diskutojmë për të ngelur, por unë vajtoj me atë që ju thoni, që çfarë kem thua them janë. Kjo si duket i mbeti në kujtesë. Dhe mund të them edhe nga provoja ime 30 vjeçar si pedagog. Ne studentët e mirë, jo vetëm që i njohim, por kemi një detyrim moral për t'i promovuar. Fakti një është që nuk më hoqi, dhe fakti dytë ishte që më rriti populariteti në Vlorë, sepse këta që vinin me zell të madh, nuk dua t'i përmend si emra, ktheheshin pas dhe raportorin kryesinë e PD-s ku kishin mbledh flakët të ish përndjekëve politike, gjithë burgosëve, që nuk e heqim dot se nuk do profesori i tij, sepse e ka vlerësuar si student shumë të mirë. Por ky popularitet ju ndihmoi që në po atë vit ju të kandidonit si kryetar për bashkinë e Vlorës. Ishit vetëm 31 vjeç dhe këtu vjen edhe ai që mund të quhet dështimi i parë politik. Unë besoj se edhe ajo ka një gjë të bukur, sepse sulmi ishte i gjithanshëm nga ekstremët. Unë me pjesën e të dënuarve politike, edhe për shkak të historisë familjare, edhe për shkak të zëmërgjësisë familjare, i kemi respektuar në çdo kohë. Dhe ndihesha mirë, ndërsa këta ekstremistët pasaj nga ky moment për kandidim ka dy raste që duhet i ndaj me lexuesit për të kuptuar se politika ka bërë hapa pas. Do në sa po morë vesh që unë do të kandidoja, kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës erdhi dhe më kërkoi takim. Hamzaraj, zoti Hamzaraj. Dhe diskutuam dhe më thotë Arben, thotë unë po t'i bje telefonit të Berishës, zvës ministër finanset të bëj, po ministër jo. Por ja po shikoja dhe i them, po nëse në një rast ju se gjithmonë bëhet kjo idea që kur fiton PS-ja, pjesa më e keqe e shoqërisë është PD-ja. Kur fiton PD-ja, pjesa më e keqe është PS-ja. Dhe kjo ndarje kaq agresive e dëmton edhe ambientin shoqëror dhe politik. Dhe i them, po nëse një ditë do u duhet një kompromis kombëtar, nëse në krahun tjetër do të qenë gjithë më të këqind, ju me kë do bëni kompromis? Dhe duke qenë se kishte ndej përndjekur politik, më dha dorën dhe nuk më tha më asnjë fjalë. Momenti i dytë është që një nga luftimet që më bë, se kur shikoj atë fushatën e Obamës që handakullore, unë një ditë duhet ikja në Llakatun dhe rria mu afër komitetit ekzekutiv. Po të kishte makinë do ikjan me makinë, po të ishte do ikjan këmbë dhe po haja një akullore. Nesër në mëngjes e gjej veten nga gazetën lokale, ky djali i vogël që ha akullore do të bëhet kryetari i Bashkisë Vlorës. Në fakt, zgjedhjet ishin me 2 raunde dhe për mua duhet përmirësuar dhe jo me një raund. Dhe unë fitova rreth 6 pikë më shumë se sa kandidati i Partisë Demokratike. Momentin që ra, si thua, ose fitojnë në mënyrë bindëse PD-ja, dhe i takon të fitojnë në atë, atëre në raundin e dytë u çan votat. U çan kuti dhe u bodhën votat. Dhe u bodhën në zotën ku unë jetoja në Çole.
Dhe ironia është që shërbimin e parë për qytetin e Vlorës, si ministri financës me kooperacionin italian e Branciole, aty ku më kishin vjetë votat. Profesor Malaj, ju patët mundësinë që në 1997 të bëheshit edhe kryeministër i Shqipërisë, por nuk pranuat. U bë shoku juaj dhomës, Bashkim Fino, njeriu me të cilit kishit ndarë dhomën për 4 vite, krevatin e marinarit. Nga që ishte i shkurtër e lash që të rinte në katë të dytë, që çdo ditë hidhej 3-4 herë. Për herë të parë në këtë libër ju tregoni pse nuk pranuat të bëheshit kryeministër. Nuk ishte se u ra dakord plotësisht, po unë kam lexuar një libër të Mero Bazës dhe ai e përmend si fakt që beti, si thua, përgjigja që Malaj nuk desh të bëj kryeministër, kishte 2 arsye kryesore. E para, sepse Berisha nuk pranonte që kishte dështuar, dhe e dyta, duke qenë se epiqendra e skemave piramidale ishte qyteti i Vlorës, pozicionin tim do ta kthente si një luftë edhe kundër Vlorës. Kështu që sepse nuk ishte një bashkëpunim i sinqert. Berisha kërkonte të fitonte kohë, po jo se kishte një bashkëpunim të sinqert. Dhe kjo ishte arsyeja kryesore. Po ka dhe një moment për politikanët e rinj, sepse profesor Mejdani, si sekretari i përgjithshëm, ishte shumë i shqetësuar që çdo ditë vriteshin njerëz dhe qeveria e pajtimit kombëtar duhet të krijojë sa më parë. Dhe pasi kishim parë që Berisha nuk e kishte kundërshtuar propozimin për emrin tim, po jo se kishte dhënë miratim, më thirrën te PS-ja dhe më thanë që kështu është situata. Profesor Mejdani më tha, i thash nuk e pranoj, po mirë më tha mua, a pranon vin t'ia thuash Berishës në sy që mos të thotë që s'ka kandidat PS-ja? Vi, thash unë. Në atë moment, 2 kolegë të Partisë Socialiste, Maqo Lakrori dhe Kastrioti Islami, me dëshirën pozitive, filluan të më mësonin se çfarë duhet i thosha unë Berishës. Më kapi ajo Sedra Vlonjata i thash, kjo është hipokrite, edhe më thoni bëu kryeministri i Shqipërisë dhe më thoni fjali çfarë do të them Berishës, iki përplas derën e iki në shtëpi. Thash se mbylla këtë përgjegjësi që dëshja pjesë e qeverisë, kur pas një 2 orë më vonë më thanë që është vendosur për bashkimin, dhe gjysmë orë më vonë e jema e bashkimit, e përlotur, më thoshte aman mos mali djalin vetëm, dhe unë e kisha si vlla realisht, sepse ne bëshim shumë. Edhe ai me shoqet e grupit, me Mimi Vatën, me shoqet e tjera, Silvën, por edhe në grupi tjetër, Bedriu, unë, se kishim qenë 4 vjet në dhomë. Dhe ky moment shënon edhe angazhimin e tuaj të parë politik. Përfundimisht do ta sqaroj në opinionin publik. 14 mars 1997 si ministër i financave në atë që njihet si qeveria e pajtimit kombëtar. Në 28 korrik 97, kur themeluaj qeveria Aleanca për Shtetin me kryeministër Fatos Nanon, ju vazhduat si ministër i financave. Kishte edhe një gjë veçantë që koincidonte edhe me ditëlindjen data 29 me ditëlindjen e vajzës time, dhe nga votimi në parlament ata kanë ardhur të shtëpia për të uruar për gocën. Pra ishte një ambient që ne besonim dhe respektonim njëri tjetrin. Në këtë periudhë ju qëndronit me bashkëshorte në Tiranë, por vajza juaj ndërkaq që kishte nisur të rritej, jetonte në Fier me prindrit. Dhe ju ka peshuar gjithmonë kjo largësi nga familja dhe sidomos nga vajza. Gjithmonë sepse e kam thënë deri tjetër, nëse unë do të kem një rast, në politikë thonë never say never, që të isha kryeminist i vendit tim, nuk do të merja në kabinet qeveritar asnjë ministër dhe ministre nëse kishte fëmijë më të vogël se 10 vjeç. Minimalisht. Sepse ajo që u mbet fëmia nuk fitohet më. Dhe pastaj kur ta përmend fëmia që kur unë kisha nevojë që ti të më qëndroje afër, po ti më mungoje, ajo pastaj të vret në shpirt. Dhe një nga momentet më të vështira të 1997-s ishte mbyllja e skemave piramidale, për të cilat thoni se shqiptarët humbën rreth $600 milion, sa gjysma e prodhimit të brendshëm bruto. Jo, që ta sqaroj, GDP-ja e Shqipërisë në 1997 ka qenë 2.4 miliardë. Investimet totale ishin 1.2, 50% e GDP-s dhe shqiptarët humbën gjysmën e atyre që investuan. Gjysmën e atyre. Kryeministri Nano, edhe pse ju nuk ishit dakord, premtoi në fushat elektorale kthimi 100% në Vlorë, në mitingun e Vlorës. Gjë që nuk u realizua kur. Megjithatë, ku shkuan paratë e firmave piramidale? Duhet të theksoj për model për politikanët e rinj që duhet të ruajnë integritetin maksimal, sepse bashkimi me FMN nuk mund të bëhet pa një integritet maksimal. Një nga provat tyre për integritetin tim si ministër financash ishte, si të thuash, mohimi premtimit të kryeministrit në BBC. Pasi ata më kontaktuan me njerë dhe më thanë zoti ministër, kryeministri i vendit tuaj ka premtuar kthimin e parave. I thash kryeministri i vendit tim flet me metafora, por unë si ministër finance prapë i garantoj institucionet financiare dhe i qartësoj shqiptarët që nuk ka kompensim të humbjeve.
Kjo do arrihet nëpërmjet vendeve të reja të punës, edhe nëpërmjet krijimit të një klime. Dhe kjo ishte sfida juaj si ministër, pra që të mbyllnit skemat piramidale dhe të arrinit një marrëveshje me donatorët e huaj për zhvillimin e vendit. Që ishte në një pikë kritike. Unë kam takuar jashtëzakonisht shumë ndërkombëtar në ato kohë. Jam vrarë shpirtërisht kur burokratët e Brukselit sy për sy më thoshin që nuk është në gjë në krizë e madhe, ne do të hedhim ushqime nga ajri, por nëse ju nuk arrini marrëveshje me FMN-n, ne nuk u japim as 100 darkë. Tani mendo unë jetoja këtu ku briteshin njerëzit për ditë dhe ata më thoshin që do hedhim ushqime nga ajri. I kam kundërshtuar dhe i kam thënë sa të jam ministër financa, ju nuk e bëni dorë të skemë në Shqipëri. Ju do sillni ushqimet siç i soll me Albër, ne do t'i shesim në tregun që është krijuar nga anët 82 në 87, do marrim parat dhe me parat do bëjmë projekte sociale. Dhe ajo skemë mundohet në mënyrë të imponuar. Nga gjithë politikanët që kam takuar dhe që më ka impresionuar, ka qenë ministri italian i mbrojtjes Andreata, dies past, që kishte ndër ministri financave, i cili ishte i vetmi që propozoi bashkë me ekspertët e tij që një zgjidhje mund të ishte blerja e borxhit me një kupon që ta shlynin për 30 vjet. FMN-ja kishte vënë si kriter bazë që nuk ka asnjë skemë kompensimi, me idenë që e para që ti kompensosh duhet u amash parat taksapaguzëve dhe ata nuk janë përgjegjës për përgjegjshmërinë e tyre, dhe dyta do mbetet një mësim i hidhur që do të ushqejë ripërsëritjen e skemave piramidale. Ajo që u arrit me FMN-n ai bëri të qartë që ne duhet të plotësonim një program post-konfliktual. Pra sipas FMN-s dhe Institutit Ndërkombëtar, Shqipëria ishte gati në një konflikt civil, nuk po përdor fjalën luftë. Dhe tha keni 3 mundësi, 6 muaj, 12 muaj, 18 muaj. Ata në rekomanduan 12 muaj. Ekipi kryesoi nga unë si ministër finance, kisha këshilltar të jashtëm ish kryeministrin e Polonisë Marek Belka, një nga ekspertët e jashtëzakonshëm. Ishte shumë i dobishëm pjesëmarrja në ekipe zotit Pashko, i cili ishte një nga ekonomistët mendje hapur, dhe përgjegjësia mbetej e imja dhe stafit tim, jo individual. Unë asnjëherë nuk kam qeverisur në mënyrë individuale. Kam respektuar në maksimum stafet e mia. Dhe ne morëm përsipër që ta bënin për 6 muaj duke patur parasysh se këtu njerëzit vriteshin. FMN-ja kur negocion është tolerante. Kur bie dakord për marrëveshjen, dhe ata më thanë, zotë ministër, nëse nuk e bën për 6 muaj, nuk të fusim dot në mbledhje bordi të FMN-s për 12 muaj, as për 18 muaj. Mund të shkoni edhe 24 muaj, se ne bëjmë plan shumë strikt se kemi 189 vende. Kemi punuar me ekspertët e Ministrisë së Financës, me këshilltarët që të jashtë dhe mbrëmshëm, deri dhe në 4 mëngjesit që asnjë nuk e beson. Profesor Malaj, po flasim për një periudhë kur kryeministri i vendit ishte Fatos Nano, njëkohësisht kryetar i Partisë Socialiste, njeriu me të cilin ju natyrisht kishit një marrëdhënie të ngushtë. Kishit shkuar të takonit edhe në burgun e Bënçës në Tepelen, aty ku ai kaloi disa vite. Shkruani për Fatos Nanon, ose kujtoni më saktë një shprehje. Ka shumë punë për të bërë, thoshte Nano, dhe shumë jashtëqitje për të pastruar. Dhe shprehja e dytë, unë nuk investohem për të arrestuar Berishën dhe për ta mitizuar si të burgosur politik. Madje thoni se Nano ishte edhe kundër mitizimit që ishte bërë me vitet e burgut. Po, e para për shprehjen. Zakonisht për shembull, edhe në rastin tim, unë i thosha u lodha si ministër financësh, se Kosovë më të madhe pagonte familja. Dhe i thosha ti unë të dalë më janë me një tjetër dhe unë të kaloj në parlament. Dhe kishte këtë shprehjen që gjithë jashtëqitjet e Shqipërisë unë do t'i pastroj dhe ju kërkoni vende komode. Kam idenë që këtë shprehje ka përdorur dhe me Ramën kur e ka ftuar për ministër i kulturës dhe i ka thënë nëse do të shërbesh ti vendi, hajde bashko me mua që të pastrojmë jashtëqitjet e Shqipërisë. Gjatë gjithë viteve tuaja në politik, po. Ndërsa lidhur me atë, Nano është një shembull për atë. Kemi pas mbledhje shumë të acaruara pas fitores në 97-s. Kishte një grumbull deputetësh PS-s që unë nuk i paragjykoj, sepse kishin vuajtur në egërsinë e regjimit Berishës. Ne i kanë marrë nga dora profesorin nderuar Zabit Broka Kurikën për të marrë pjesë në varrimin e Avni Rustemit në Vlorë. Na i ka ndaluar policia në Fier, na i ka marrë, janë dhunuar, janë rrahur. Kështu që unë nuk i keq kuptoj ata. Puna është që a ishte zgjidhja jo dhe ky grup kolegësh të admirueshëm për kontributet tyre, ishte shumë radikal që Berisha duhej arrestuar dhe se zgjidhja që tjerë në Shqipëri do të vinte duke arrestuar Berishën. Dhe Nano aty ka thënë që vuajtjet janë të mia dhe të familjes time. Unë tha nuk e mitizoj Berishën,
si që më mitizuat ju mua, dhe unë dua të çmitizohem. Mesazhi i dytë për atë krizë të rëndë, ma ka dhënë ambasadorja amerikane. Marisa Lino, e cila më tha, Arben tha, sqaroj njerëzit e tu në Partinë Socialiste se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mbështesin një qeveri të re në emigracion, sepse shqiptarët në atë kohë kërkonin ose shpresonin si zgjidhje marrjen e Berishës edhe nxjerrjen e tij jashtë vendit. Sa shpesh lajmet atë do të ishin me orë, erdhi helikopteri për ta marrë, erdhi për kështu. Dhe tha jo. U bët ministër financash, ministër ekonomie, por në 2004 dëshironi të bëheshit guvernatori i Shqipërisë. Gjë që dështoi sepse nuk deshte Fatos Nano. Nuk deshte dhe, shiko, ideja që unë kam biseduar me Nanën shumë misisht ishte që jo vetëm Partia Socialiste, po dhe partitë e tjera të krahut opozitar duhet të konturojnë grupin e ekspertëve të ekonomisë, duhet të konturojnë grupin e ekspertëve të arsimit, shëndetësisë së mbrojtjes. Dhe ne kishim një grup të mirë ekonomistësh në Partinë Socialiste. Ishte Ervelina Meksi, ishte Qim Cani, ishte Anastas Angjeli, isha unë, më falë për modestin, mund të ishte Sherif Bondo. Pra, sepse ne në opozit kishim komisionet tona dhe mblidheshim dhe diskutonim dhe njihnim njëri tjetrin. Dhe unë i propozoj Nanos që të kishim mundësi një person të kalon dhe disa poste, Ministri Finance, Ministri Ekonomie dhe Guvernator. Pasi harmonizim politika monetare dhe fiskale, ndihmon në sukses. Nuk u realizua, unë e kisha ambicien në 2004, ideja në Nanos ishte që, shiko, je shumë i ri, duhet të rish këtu, do punojmë bashkë dhe do të vi koha dhe për guvernator. Gjatë këtyre viteve, kur ishit në majën e pushtetit, nuk kanë munguar sulmet nga të gjitha krahët. Sulmet e ashpra të kundërshtarëve politik, por më të ashpra edhe ato që vinin në që ishin sulme brenda llojit. Dhe ju në fakt shkruani për një gazetë të sponsorizuar nga një koleg i Partisë Socialiste që shkruante se trafikonit organe. Ka arritur një moment që ka qenë i tmerrshëm, në 8 gazeta, 7 më shanin vetëm mua. Dhe një ditë Berisha, kur jemi ulur në një tavolinë që na ftoi presidenti Meta, isha bashkë me presidenti Mejdani, i thash po çfarë pate? Po tha ministri i financave sulmohet kudo. Dhe harronte se sa shumë vuajnin prindët e mi. Babai im ka vdekur në 98, ishte ushtarak, ishte një i fortë, po si prindë kisha atë merakun që mos u vrasin djalin. Deri aty vinte agërsia e tyre. Dhe në këtë aspekt një ditë pasaj nuk e njihnin fjalën meditation, po thash të pyes veten time, domethënë çfarë thon ata? E di unë më mirë se kushdo tjetër. Kam vjedhur, kam shpërdoruar, kam abuzuar. Dhe në momentin që unë në veten time i quaj ato akuzat të pavërteta, fillova të gjaj një qetësi, se ishte një moment që mezi mbijetoja. Jo vetëm nga lodhja fizike e detyrës, por sidomos nga lodhja shpirtërore dhe mendore. Në 2005 Partia Socialiste humbet zgjedhjet, Fatos Nano largohet nga drejtimi i PS-s dhe Jaku Befas drejtimin e forcës tuaj politike e merr Edi Rama, njeriu që njihej si një vot, një pallat. Dhe ju thoni që këtë parim e zbatoi edhe në Partinë Socialiste. Marrëdhënia mia me Edi Ramën, për fajt e Edi Ramës, ka qenë gjithmonë të acaruar nga nati dhe të pasinqerta. Sepse që në fillim që Rama hyri në politik, unë kam qenë kundërshtar i argumentuar, me argumentin kryesor që besoj sot e vlerëson dhe publiku, që Rama nuk ka asnjë qelisë shtetëformuese. Rama udhëheq me idenë që Shqipëria bëhet kur thyen ligjet. Mirë, po kur thyen ligjet dhe rriten dardat, dhe s'ka ligje, ty të hanë gjitha dardat. Dhe ajo që i mbetet Shqipërisë është mungesa e shtetit, reforma në drejtësi përveç pakut totalisht shkatërruese për ekonominë e këtij vendi, ku bllokuan gjitha, kanë arritur dosjet pafund, nuk ka të bëjë me numrin, ka të bëjë me pronat e bllokuara. Pushteti absolut për kontrolluar çdo gjë, për zgjedhja gabuar e atyre që mandaton politikisht nivel vendor dhe qendror, se ne shikojmë çfarë po ndodh. Pra, ishin të gjitha këto që mua nuk më të bënin një mbështetës a priori të Ramës për asnjë lloj karike që mund të ishte në PS-n apo në karike qeveritare. Dhe kjo çoi në 2009 në lëvizjen për mendimin ndryshe. Do të sqaroj mirë 2005-ën që Nano, edhe pse akuzon që e braktisti PS-n, në fakt ka bërë takime me Blushin, me Petrov, të një prej tyre isha dhe unë. Unë atë kohë kisha fituar të drejtën tige në Universitetin e Harvardit në leadership. Më ka thirrë dhe më ka thënë, duhet të qëndrosh të ketë se ikën shkollë, duhet të qëndrosh dhe të marrësh PS-n. Dhe i kam thënë jo. Më ka thënë pse? Sepse ju nuk investuat për një zvendësues, që ta krijonin si figurë publike. I vetmi që është krijuar si figurë publike është krijuar Rama.
Ministër Kulture, Kryetar Bashkie, akses në media, akses ndërkombëtar, akses në biznes, unë nuk dëshiroja një post që të mbante të gjallë një ngritje të përhershme në Partinë Socialiste. Kështu i thash, për shkak se nuk u konturua kjo gjë në vijushmëri, unë do të vazhdoj babëzim për dijen, Rama do të vazhdoj babëzim për pushtetin. Dhe shkuat në Harvard një vit. Ai ishte arritja më e madhe dhe për të inspiruar edhe njerëzit e thjeshtë që mendojnë se s'kan të ardhme, po nuk patën bazë. Sepse unë mbaj parasysh që bëra një shkollë të fillore në një fshat, me mësuesit më të mirë të mundshëm, bëra një shkollë të mesme natës, bëra universitet këtu dhe ika në Harvard. Do të thënë, suksesi më i madh është arritja akademike, nuk janë postet qeveritare apo partijake. Por gjithsesi u kthyet në Shqipëri dhe në 2009 filluat këtë të famshme lëvizjen për mendimin ndryshe. Sepse debati kryesor me Ramën ka qenë dhe mbetet. Unë isha që Partia Socialiste duhet të modernizoj përpara se të vinte në pushtet, sepse dija forcën negative që ka biznesi, njerëzit me aktivitet kriminal që duan përfitojnë. Ndërsa Rama thosh, do vim pushtet, pastaj do të modernizojmë partinë. Por e vërteta është që pas erdhim pushtet, demokracia brendshme në Partinë Socialiste, duke filluar me ndryshimet kushtetuese në 2008, të cilat nuk i votova, pas 4 orë debat në kryesi, e kanë sjell politikën shqiptare në të dy krahat, në statusin që partitë politike janë SHPK me pronar vetëm, dhe është një nga dëmet më të mëdha që i kanë bërë demokracisë. Rama dhe Berisha në kompromisin e tyre historik të 2008-s. Kështu që në vitin 2009 paraqita një platformë. LMN-ja nuk ishte idenë që të krijonte një parti politike siç këta deshtashisnin. Ishte të krijonte një sinergji brenda Partisë Socialiste që të kontrollonte pushtetin absolut të liderit, sepse unë studioja se çfarë ndodhte me vendet tjera. Pra, çfarë ndodhi me PASOK-un që greu korrupsioni, më vonë çfarë ndodhi me laboristët, të cilët Tony Blair është udhëheqësi i mirë global, po në historinë e Partisë Laboriste është lider me rezerva të mëdha, sepse e futi në një krizë që laboristët mbetën 13 vjet në opozitë. Profesor Malaj, kur mendoj për lëvizjen për mendimin ndryshe dhe shoh sot Partinë Socialiste, sot nuk ka as mendim, as lëvizje. Shiko, Beti, unë nuk gëzoj që kjo situatë dhe ndjej dhimbje, sinqerisht. Po ne duhet mësojmë nga historia dhe Einstein i thotë, sepse qeveria është qeveria shokëve dhe miqve dhe manikinëve, jo e potencialeve të Partisë Socialiste që ka një potencial të jashtëzakonshëm me vlera njerëzore, integritet profesional, me edhe dashuri dhe përkushtim. Dhe Einstein i thotë, për ata që përdorin kokën vetëm për të miratuar çfarë thon udhëheqësit, s'ka nevojë për shtyllë kurrizore sepse u mjafton vetëm qafa. Dhe politika shqiptare në dy krahat politik dominohet kryesisht nga manikinët politik. Dhe ky është një alarm. Ju vjen keq kur në libër shkruani se kush e drejtonte Partinë Socialiste, pjesa më e madhe e tyre pedagogët, ish pedagogët tuaj në Fakultetin Ekonomik, ose zonja të nderuara si Ermelinda Meksi dhe Valentina Leskaj, Arta Dade, Sajmira Pino, Makbule Çeço. Sot ka nga ato që nesër do t'ulen në kuvent, që thonë gazo home, këto janë artikulimet politike të tyre në fushat. Zhjimi më i madh ishte për një zonë që nuk ja di emrin dhe po ta dija nuk do t'ja përsërisja, po të krenohesh në publik që ke bërë Oxford dhe pastaj të thuash që lideri jon është 2 hapa para të tjerëve, dhe pastaj të bëhet meme, bua e shkreta unë që s'tash 4 hapa se do ishte bëra ministre, pas të bëzvos ministre, ky është varfërim. Të pasur në politik nuk të bën shkolla. Shkolla është premis të bëjmë vlerat individuale që ke, duke filluar atë dashuria, për çfarë do një mandat publik, integriteti, përkushtimi, se në qoftë se ty fiton në mënyrë parazitare një si thua promovim politik, ti mund ta vazhdosh jetën e natës tërkohën se ti s'ke asnjë detyrim te asnjëri. Ti s'ke detyrim te votuesit, ti s'ke detyrim te kolegët. Ti nuk erdhe në një rrugë graduale. Në leadership thuhet që ashensori në leadership nuk funksionon. Dhe di pse? Sepse duhet përdorë shkallët. Këta nuk përdorin shkallë. Këta gjejnë o ashensor, se gjejnë njeriu në dur, në kohën e dur, në vendin e dur, ose tani kanë filluar përdorin dronët. Edhe i merr droni dhe i çon ato kudo udhësi. Një derë tjetër që ju mbyll ishte në zgjedhjet e 2013-s. Konkuruat në Vlorë si deputet i pavarur,
nuk arritët dot fitonit. Megjithatë nuk e quani si një mundësi të humbur. Jo, unë kam minjot të jashtëzakonshme për vlonjatët, jam rritur me ta, u kam shërbyer atyre, 4 mandate janë një gjë e madhe. Por ju garantoj që nëse do i drejtoheni KQZ-s për të ditur rezultatet e zgjedhjeve, do të shikoni që një vetëm ka marrë më shumë se partitë e vogla, veç dhe bashkë, duke përfshirë mjaftin që ka shërbyer si një Kalashnikov i Ramës ndaj çdo kundërshtarit të tij me shpifje, siç ishte në rastin im, me shpifjen e tyre me pasurinë, por edhe Aleancën Kuqezie, e cila u duket se ku krijoi një shpresë, dhe cili është mesazhi për politikanët e rinj. I duani njerëzit, i shërbeni, mos i gënjeni, dhe ata do të mbështesin në çdo kohë. Dhe meqense përmendët Erion Veliajn, për të cilin e quani shërbëtori Veliaj, po lexoj çfarë keni shkruar. Në një mënyrë para arrestimit. Para arrestimit, po në një mënyrë ose tjetrën ne socialistët e kishim përshpejtuar edhe vetë rotacionin politik. Kam parasysh këtu edhe angazhimin e përkushtuar dhe të mirëpaguar të Veliaj & Co, i cili për të përshpejtuar ardhjen në pushtet të Ramës në Partinë Socialiste dhe qeveri, nuk kishte nguruar të flinte me jo pak mulligjin të politikës shqiptare, sidomos me mulligjin të shëndetshëm të Partisë Demokratike. Po. Sepse këtë e para njerë që të sqaroj momentin tani. Unë jam me kulturë shtetëformuese, për mua Erion Veliaj për aq kosa nuk ka një vendim të formës prerë, gëzon prezumimin që është i pafashëm. E para, e dyta nga pikpamja njerëzore, duke patur parasysh se si e përjetojnë këtë situatë. Edhe pse socialistët e kanë braktisur dhe a priori e quajnë e kanë bërë fajtor. E dyta, kostot që pagon familja dhe fëmija, po prindit nga 2 krahët, dhe treta, morali që njeriu nuk braktiset në momentet vështira. Bile për qenë korrekt me dëgjuesit tuaj, unë e kam këshilluar Erion Veliajn, edhe pavarësisht marrëdhënieve që kishin, që të mos hapte sulm me gjyqtarët dhe prokurorët. Sepse dhe ata kanë prindër, kanë fëmijë, kur ti i përbatos ata njerëz me qenie njerëzore, me shpirtin e tyre që mund ta përdorë në një presion akuzues, dhe ata kanë instiktet e tyre që u gjallërohen dhe gjeti rrugën e gabuar. Tani e ka përmirësuar, nuk po i sulmon më, por ishte një luftë e ashpër. Profesor Malaj, momenti tjetër i hidhur është ai në 2019, kur plot 28 deputetë të Partisë Socialiste, të kryesuar nga Tauland Balla, firmosën shkarkimin tuaj nga Bordi Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. T'i shprehim ngushëllimin e zotit Balla që nuk u zgjodh dot pap, sepse Trumpi u tërhoq nga gara e tij. Ju vazhdoni ta ironizoni, e keni bërë këtë rrjetet sociale pak ditë më parë. Po unë nuk kam armiqësi të madhe me Rama. Rama thotë që cinizmi është veti e njerëzve shumë të kulturuar. Rama e ka të trashëguar, sipas tij, unë e kam të kultivuar. Dhe përderisa ai thotë cinizmi është gjë e mirë, pse mos ta përdorun? Tauland Balla është nga ata që ka ardhur në karrierë duke i bërë bryllat gjak. Deri këtu mund ta mirëkuptoj, sepse në fundit ai është rritur dhe arsimua në Rumani, ku korrupsioni dhe krimi në partitë politike arriti derisa ai të që ai quan mikun e tij, Anastase, kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialdemokrate të Rumanisë, të burgosej për korrupsion dhe të tentoste të vriste veten në burg. Pra, rrënjët e edukimit të tij janë të tilla që e bëjnë atë të padobishëm, bile të dëmshëm për sfidat që ka PS-ja, po dhe për sfidat që ka Shqipëria. Dhe kjo është përgjegjësia ime që ta qartësoj. Profesor, cili është mësimi më i madh që ju ka dhënë politika? Dashuria për njerëzit. E vetmja që nuk të lë në rrugë. Ka dhe një mësim tjetër. Mësimi i dytë në politik, thoni ju, që vazhdon kopjohet edhe nga Rama, ishte se sa herë që krijoheshin raporte të vështira në strukturat e vogla të Partisë Socialiste, sidomos në sekretariat apo kryesi, nano propozonte rritjen e numrit të antarëve të këtyre forumeve, ku zakonisht antarët e rinj ishin prokryetarëve, duke dobësuar kështu influencën, jo vetëm numerike, të pakënaqurve. Po, është një nga ligjet që përdoret në menaxhimin e kundërshtarëve në partitë politike, majtas dhe djathtas. Nano e përdorte, por nuk i duhej aq shumë, ndërsa Rama e kishte parakush, pa përdorur këtë, shumë shpejt mund të ishte në situata vështire për të vazhduar për të drejtuar. Tani çfarë përfaqëson Arben Malaj? Një adetar të mirë, një familjar të përkushtuar dhe një specialist që derisa të ketë mundësi fizike, do t'i shërbejë vendit tim me dashuri, me integritet dhe përkushtim.
dhe i cili thot angazhimet politike janë një trade-off mes jetës personale dhe marrjes së një mandati politik publik. Kjo vlen për të gjithë politikanët shqiptar që ankohen për akuzat dhe për ndjekjet penale që bëhet. Momentin që futesh në politik, do të vazhdosh jetën familjare. Dhe ka raste në politik edhe së fundit në Itali, ku një kryetar bashkie që bashkëshorët e tij u akuzua për diçka, tha, midis kësaj trade-off, unë do bashkohem me familjen dhe do largohem nga politika. Po ne nuk e shikojmë këtë. Dhe për fat të keq ne nuk shikojmë njerëz të largohen nga politika për t'i afruar familjes, por rrinë shumë me thonjë shtrënguar në kariket, vetëm për pushtet, duke i rritur kostot dhe familjeve të tyre. Dhe dua ta mbyll përsëri me atë që keni shkruar për sfidën e madhe të liderëve, sfidën reale të tyre. Numri i madh i të nështruarve nuk duhet parë si suksesi i tyre, sepse kjo buron nga natyra njerëzore. Liderët e ekstremeve politike kanë arritur të nënshtrojnë popuj dhe kombe të ndryshme. Misioni një lideri inspirues duhet të jetë ndryshimi real që mund të përcjellë në kulturën shoqërore dhe politike të vendit të tij. Në rast të kundërt, mbi kurrizin e të nënshtruarve mund të jesh një sundimtar, por jo një lider. Mund të qeverisësh gjatë, por vetëm për vetveten dhe një grup gjithnjë më të vogël, gjithnjë më të pasur nëpërmjet kapjes së shtetit dhe vetëm duke e përkeqësuar jetën dhe të ardhmen e vendit. Këtë dua ta forcoj, meqense misioni juaj do jetë pas zgjedhjes, unë kam bërë kërkesë publike dhe mund ta bëj dhe apel publik, që është koha që Rama të gjejë një exit strategji. Pra lideri i mirë kupton se kur duhet ikë, jo kur duhet vi. Kur duhet vi, krijohet ajo gropa thithse që ka nevojë për një lider. Problemi është që këta edhe në botë e fillojnë si demokrat dhe mbarojnë si diktator. Profesor Mala, ju falenderoj shumë për intervistën e bukur dhe për këtë libër që është rrugtimi juaj me titullin Kur mbyllet një derë, hapet një portë tjetër. Kur mos u dorëzo, se mundësitë aty janë. Faleminderit shumë që ishit në Një Grush Librash. Faleminderit.